ku janë. Kështu që askush prej opozitës nëse i ka numra nuk mund t'i blokojë. Tani flasim, tani jemi në një pikë tjetër, jemi të ngërçi i betimit të deputetëve, sepse sipas anëtarëve përfaqësuesve të partive politike, të disa prej tyre nuk janë përmbush kushtet për t'i hapur rrugë betimit të deputetëve. Kur vim të ajo pikë, ne kemi thënë që në qoftë se lëvizja vetëvendosje propozon kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës, duhet t'i ketë edhe numrat. Në seancën e kaluar, cila është forma konkrete që po e kërkoni dorëheqjet për me vazhduar në procedurën? Dorëheqja është akt formal juridik. Shkruan është dorëheqja ku personi i cili dorëheqet nuk ka mundësi që të kthehet në zyrë dhe të marrë vendime. Në qoftë se Zoti Kurti e ka cilësuar njoftimin që i ka bërë kuvendit si dorëheqje, si ka mundësi që i njëjti është kthy në zyrët e qeverisë dhe ka mbajt mbledhjet e qeverisë dhe ministrat e tij kanë marrë vendime dhe kanë nënshkruar zime administrative. Ne grupet parlamentare kemi komunikim, por nuk ka ndonjë dakordim që të kemi ndonjë vot unike sa i përket kësaj, kështu që unë pres që vota është komplet vendim i tyre. Ndërsa sa i përket braktisjes së institucioneve, nuk flasim këtu për kurfar braktisjes, sepse për një periudhë detyra mund t'ju dorëzohet disa personave tjerë. Më lejoni t'ju them se tashmë e keni pa qysh kemi vepru në qeverinë Mustafa dhe gjithashtu qysh kemi vepru në qeverinë Hoti. Thjesht ministrat e cilët dëshirojnë me mbajt mandatin, ata mund të mos vinë sot në seancë, të mos e bëjnë betimin, dhe në seancën e radhës mund ta bëjnë betimin në momentin kur kanë dhënë dorëheqje. Faleminderit se duhet të vazhdoj. Ishte, thash, shefja grupit parlamentar të LDK-s Hykmete Bajrami, po besoj dika është tash e gatshme edhe kjo deklarata e Ramush Haradinajt për